çdo të prodhoj protesta në shesh gjatë muajit gusht dhe si do reflektohet në shtator dhe integrimi evropian që Rama e ka agjendë prioritare për mbylljen e kapitujve. Për sa përket integrimit, duhet të themi që ka qenë një vit i suksesshëm për rrugën e integrimit, pasi fillua me mbylljen e kapitujve 3 të parë dhe tashmë sipas objektivit të qeverisë janë 11 kapituj në total që duhet të mbyllen brenda këtij viti, por mbetet për të parë nëse pasi gusht është pushime edhe për Brukselin. Për sa përket territoriales, personalisht mendoj që ende nuk është mbyllur asgjë, pasi demokratët do lobojnë në kancelaritë europiane dhe një moment që Shqipëria është në një fazë ku duhet të dëgjoj Brukselin përsa e përket konsensusit politik, pas janë disa rregulla të cilat do ndryshojnë ku preken të gjitha, nuk preket vetëm Partia Socialiste, pavarësisht se ajo ka votat. Po për shkak se janë një kohë pushimesh edhe ndërkombëtare, ndoshta kanë pasur të pamundur që në këto momente të ndërmjetësojnë apo që ata të influencojnë dhe socialistët kanë përfituar dhe duhet parë në shtator dhe tetor nëse do kemi ndonjë ndryshim përsa e përket bashkive apo përsa e përket ndarjes. Por deri më tani është socialistët da bëjnë të vetëm së bashku me 3 deputetët e PSD-s territoriale. Zgjedhorja sërish ka probleme pavarësisht se kanë dakordsi për ta zgjatur. Edhe për 3 muaj. Pasi një depolitizimi i administratës zgjedhore është një problem, është një kërkesë e Odirit, por është një problem pasi demokratët thonë që e depolitizojnë, po njësë dhe marrim nga administrata publike, ata janë njerëz të cilët i kanë cilësuar si patronazhist të qeverisë të Partisë Socialiste dhe prandaj nuk kanë sërish besim as tek depolitizimi duke marrë personat nga administrata publike. Edhe kjo është një metodë, por duhet të mbarojnë ligjin për financimin e partive politike, cila është i rëndësishëm, tashmë janë të paktën sipas burimeve socialistët, demokratët dhe ekspertët duhet të hedhin edhe të dyja sugjerimet edhe të Venecias dhe të Odirit dhe më pas ta kalojnë në vjesht në sesionin e ardhshëm. Ndërkohë përsa përket protestave, sipas kontakteve që kanë patur në terren, është që në shtator tetor rikthehen dhe studentët në Tiranë. Ndryshon edhe pjesëmarrja dhe mbetet për të parë si do shkojë, por mbetet për të parë dhe për librin Besa, ku zoti Rama ka thënë do jetë 90 ditë testi i parë vjosnarta i librit Besa apo i dokumentit Besa për të parë për të bërë dëgjesa, nëse duke lënë të hapur të gjitha mundësitë për të avijuar projektin apo për të ndaluar projektin. Kështu që duhet parë edhe zoti Rama do ta testojë pasi kjo brenda 90 ditë që do të jetë shtatori dhe tetori, kështu që do të jemi të gjitha faktet përballë njëra tjetrës. Plus do të kemi dhe ardhjen e ambasadorit amerikan më në fund në Tiranë me të gjitha gjasat brenda shtatorit, por do të kemi dhe një ambasadore të re të Bashkimit Evropian pasi zoti Gonzato e mbylli mandatin e tij në Tiranë. Ndërkohë, të paktën ambasada amerikane do të ketë një ambasador prej vitesh nuk ka patur një ambasador të emëruar në Shqipëri, të zgjedhur dhe të votuar në Shqipëri, dhe nga ana tjetër edhe do të parë dhe se do të jetë edhe zëri i Bashkimit Evropian me ambasadorin e re, e cila është portugeze. Dhe duhet parë nëse do të ketë të gjithmonë sa herë kanë ardhur, nuk kanë ndryshuar në qasjen e tyre kundrejt politikës shqiptare, por disa kanë qenë duhet themi kanë qenë ndoshta më pak empatik ndaj politikës në vend dhe ndoshta kanë qenë më të prerë përsa përket vendimeve, disa të tjerë kanë qenë më lojalë, por janë gjithsej vesh kur sidomos për shqiptarët, kur shpresa jo vetëm ne, qytetarët apo gazetarët, por dhe politika. Opozita gjithmonë i ka sy tek ndërkombëtarët. Sidomos tek ambasadori amerikan që na ka munguar që me ikjen e jurikimit. Të shohim se si do ndryshojë Partia Demokratike, do shikojmë gjithmonë është një po do ndryshojë dhe qeveria se është një ambasador që vjen me një background generali, kështu që nuk është më diplomat. Po, por mund të ndryshojë ambasadori SBA-s, por nuk ka ndryshuar disa politikanë këtu në Shqipëri dhe ndoshta mund të jetë njëjta situatë që mbetet për tu parë. Sezon interesant na pret. Fiorella Berishi, faleminderit shumë që ishe me mua në studio.